MiG-21 ish ushtria Jugoslave. Kodra e Goleshit. Askush apo pak kush kishte hyrë brenda një aeroporti sekret ushtarak. Ishte shëndruar thjesht në met. Me të drejtën që ka konë mrena, edhe djali së më ka kallëzu që ka konë mrena, se djali ka punu në tunel të. Ka punu djali në tunel. Po tuneli konë, i thatë njëre, kanë pregaditën, me shtinën avionet e ri, me shtinë mrena, me ndërtuë, me punu, me rrugulluë. Përveç që në kombanët të ujtë, kanë mund me ardhen. Saj komunës tonë një pjanit, ose banorët, Medvesit, o në magurës, që të halaqës, që e kam rri, po tjera shtetë që e në kone ka pas në lune dhe shajet, në të naunti në kone shajet, për jashtet që punojnë për nëndim, ato ka në lune këtë në kone. Por këtë i miti, po i vije fundi. Këto janë pamjet e fundit të tunelit marrë nga televizioni shtetëror sërb në vitin 1999. Me hyrjen e forcave ruse, para atyre të NATO-s, në gusht të vitin 1999, u larguan edhe 11 aeroplanet e fundit nga kjo bazë. Këto janë pamjet e largimit. E mbyllur për opinion, që nga janari i këtij viti, kjo bazë e dikurshme ushtarake, menaxhohet nga policia e Kosovës, forcat speciale. Tash jemi të shkuar në pjesën jug lindore ku gjendet tuneli për ata që keni ardhur. Shihet që hyrja është këtë pjesën këtu, dhe tash shohim tash do hyjmë mrena aty. Ju paralajmërova që tuneli parafërsisht është dikon 430 metra i gjatë, po kjo është shfrytzuar si hyrje për tunelin të kaluar. Hyrja në tunel është mirë e fshehur nën kodër. Pranë saj, gjendet edhe pista e cila vazhdon nga aeroporti civil i Prishtinës e deri në këtë bazë të fshehur. Për herë të parë, një kamerë kosovare po ju tregon pamjet e këtij miti të dikurshëm. Tuneli ka 2 hyrje dhe dalje, ndërsa për kohën kur është ndërtuar, ka qenë sofistikuar. I ndërtuar qysh në fundin e viteve të 60-ta. Sot pak ka mbetur nga ajo teknikë. Tash jemi në pjesën qendrore të tunelit. Në fillim atje është një hyrje për 63 metra,
Domthonë edhe tash është një pjesë e drejtë dikon 333 metra. Tash jem pikërisht dikon në mesin e tunelit. E pat një hapësirë ku është ruajt mazuti. Kjo është njëra prej dhomave për cilësit të tunelit. Këtu ka qenë nxemja qendrore e kësaj hapësire. Sot e boshatisur, por dikur e mbushur. Kjo është dhoma ku është ruajtur sistemi raketor i aeroplanëve. Tuneli ka dhe një sistem të vetë, të ventilimit, ndriçimit, ujit dhe gjithçka që i nevojitet. Mana kjo hapësin këtu po shihet më e rregulluar, çka ka mujt me shërby këtu ndoshta? Po janë 3 hapësira, këtu faktikisht 2 janë njëjta, me mallësi të njëjtë, ka mundësi që të jenë përgatitur, domthonë janë përdor për takime informative, për përgatitje, për planifikim. Përndryshe nuk kemë ndonjë informat sakt për çka janë përdorur. Tuneli sot shfrytëzohet nga forca speciale të policisë së Kosovës. Kjo është njëra prej dyrëve gjigante që është përdorur në këtë tunel. Do ta shohim edhe mekanizmin se si është hapur dhe si është mbyllur. Na thojnë fundi se ata kanë përdorur edhe për hyrje edhe për dalje. Këtë pjesë e po të dhe portën në mënë që ka qenë që tashmo nuk është funksionale, po këtë është fundi i tunelit. Tuneli përveç tjerash ka pasur edhe sistemin e vetë të radarëve, por në kodër gjendet edhe diçka. Mbi tunel gjenden edhe hyrjet alternative që sot në vitin 2012 nuk funksionon. Mbetjet e vetme që gjenden sot aty janë disa murale të aeroplanëve dhe pilotëve të dikurshëm ushtarak. Ishin do pamje, fanë pra... Pamja fundit, ku e pamja e grupa që ke, ose kjo hapsina ku dole une, kjo ka qenë pjesa ku pilot janë përgatit, me një, si një lloj tunelit vogël, e kam pasur si lloj lifti, janë zhdryp deri në pjesën e poshtme ku ka qenë edhe aeroplanet e vendosur, edhe prej aty sigurisht janë dalë. Pamja dhe vetë çfarë gjendje është shndruar tuneli i cili ka qenë sekret deri kohët fundit dhe ka qenë i pa arritshëm për shumë televizione tjera. Është pak më të keq në çfarë gjendje është, mirë po... Në qoftë se investohet, atëherë sigurisht në disa pjesë të ish Jugosllavisë, kësi lloj tunele ose janë shudru në podrume të verës, ose janë hap muzeo të ndryshme, kështu që në mënyrë që të vizitohet edhe nga qytetarët, po këtu edhe nuk dije se çka do të ndodhë me këtë pjesë.